Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban Drejtorin Vendore të Policisë së Vlorës arrestuan në flagrancë një 64 vjeçar banues në Vlorë pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje deur, si dhe një 58 vjeçar banues në Sarandë pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje deur dhe pa leje drejtimi. Gjithashtu këta specialistë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 28 vjeçar banues në Sarandë pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin OSH 41 vjeç banues në Vlorë pasi dyshohet se ka vendosur pa leje inerte dhe goma automjetesh në det në Triport me qëllim ndërtimin e një moli. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin EB 43 vjeç banues në Ksamil pasi ka prishur qetësinë publike duke bërtitur ndërkohë që mbante në dorë një armë lodër. Gjithashtu referuan materialet në prokurori dhe u shpall në kërkim një 49 vjeçar banues në Tiranë pasi në një objekt në pronësitë të tij në lagjen nr. 1 janë kryer punime ndërtimi pa leje. Specialistët e seksionit të policisë Orikum referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AG pasi në tokën në pronësitë të tij janë konstatuar punime ndërtimi pa leje. U referuan materialet në prokurori pasi ka kallëzuar shtetasi me iniciale THK 80 vjeç banues në Sarandë se më datë 19/4/2026 në mëngjes në lagjen nr. 3, gjatë kohës që este i kanë vjedhur portofolin me një shumë parash, punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Materialet i referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme hetimore.